Në këto dorë trokitje, kemi kaluar në kaptinën tjetër të këtij spektaklit, të spektaklit të madh Odeon. Zonë dhe zotri, në parlament në skenë, ftojmë grupin G5. Të ndëruar musafir, mirë mbroma juve që jeni në studio dhe teleshikues të ndëruar. Pro mirë se erdhet në emisionin Parlament në skenë. Pro për të diskutuar zhvillimet të fundit në Kosovë, sonte do të bashkëbisedojmë përfaqësuesit e partive politike. Eftojmë pro të porin përfaqësuesin nga partia dhe vendosje. Të patë vo ma shumë, po mi hëngën për të këja. Faleminderit. Po unë burko pro shkoj me përfaqësuesin e dytë, i cili vjen nga qeveria e Kosovës, ai është zoti Hashim Thoçi. Edhe herë faleminderit për ftesën, faleminderit Shtetit Bashkuar të Amerikës, Brukselit dhe Bashkimit Evropian, por duke mos e lënë i kuna jeti? Mehmeti. Edhe Bashkimi Evropian. Andaj, qeveria ime për ty e di. Zoti kryeministër, ju lutem, fal ku po shkoni? Ku kum harru me çu gishtin? Ka so po shkojnë vot. Jenë në lujka. Prozin i vend, zoti kryeministër. Po unë burko shkojmë edhe me përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës. Pro këta jonë e kandidatë të cilët do Debat pas ku me këta të pozitën. Mos bajgore! Pas ku mi hongër me tesha vesh. Ani, kësjera markive të vendosjes, 4 kilo me gjithë albinis më vika. Na në pozitë për kem që hojnë? Atëherë po unë burko fillojmë nga zoti kryeministër, zoti Hashim Thoçi. Zoti kryeministër, a ka mundësit na njoftoni për zhvillimet e fundit në Kosovë? I nderuari kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet të pranishëm në sallë, të nderuar musafir, të nderuar, i nderuari ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell, qysh ma ki qefin, respektoj tonin. Qa ma naj SMS. Qa pithet me dili? Hinë Facebook se s'mo njësh, hinë, Atëherë pro,
Atër pro ju lutëm pak për qëtësi, e një pyetje për kandidatë PDK-s. A mund nga të regoni pse PDK-ja duhet të qeverisë Kosovë? Pse PDK-ja me qeverisë veni kokë? Qa kemë bërë faj që popli për në dënë popli, në ka qitë kokë në do 104%. Fiks. Qa kam ju bëhë këtyre që tyre s'ja qëtë votën as gruja, tyre në lemo popli. A banë vish një citat? Po, urna. Për shemull, mu gruja jenë, u qunë 5 mëngjesit ma ka qitë kokë në trak, në gjysë 6 orë dhe ka shti bukë. Qa është? Po. Ti! S'besojnë ta. Ti e ka unë 5 kokër mua ka unë 6. Që? E di une? Sa ja ko dryk si kokë, se dy të tima i kokë. Di une. Të shpijë që? Fiks. Atëherë pro vazhdojmë me përvaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje. Çka mendoni ju vetëvendosja? Nas mendojmë kur që. Unë fakt vesh na jena që mendojnë a këtë. Sot era na kena miterë vua të i gjue. Edhe më zgjosh mi vua kërkum kënë mjanis me boa vua vetë. Vesh kryesorja qeverin kena më të atërë guglushat vos. A mendoni pro se qeverisja e PDK-s në mandatin e kaluar e i ka përmbushur të gjitha premtimet e dhëna? Shka thënë? Ja se di. Unë nuk i minister. Une kam potencuar dhe prap potencoj. Shas potencuar. No, është jam ka shpia, jam fitimtar jam. Se qeveria ime gjatë mandatit e kaluar i ka kryer të gjitha obligimet ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kemi premtuar rrym 24 orë. Të ta hadreqi. Po ashtu, ju kemi premtuar rrugë 24 orë. Qytetarëve të Republikës së Kosovës ju kemi siguruar ujë, i përveç ujë të pishëm, i kemi siguruar edhe ujë për mulla, 2 herë nditje, ka nja. Kjo është shumë e sigurt. Jo e sigurt, për ne ka një sigurin vetë. Dhe të kryeministre që ka bot gjitha këtu. A e din për qasë sa ka që kryeministri në qeveri, që ka shumë tha që sa se ka pas qeverin. Po nas kena pas, nas kena pas. Mas asë argan s'kena pas për mlu. Vere si në mlu mi qarë shafë që atu, se të kalë ke zhegi. E lejmo uj me pikë një pujë, s'kena pas, ma uj me pjasi pikë hiq, pas mu loku. Po e di fort mirë. E di. Gruja jem, e ka morë peshkinë të rak, e ka qitë në të, e ka qelë dhe në salonit njik, a hinë salon mu pastru, këtë qesh me s'ka uj. A si pikë. S'ka. 3 orë, salon në mërdhin gruja, u mërdhin stafki. Po s'besojnë. Hiq, vike ujtë, ha? Hiq. U mërdhike. U mërdhin, s'besojnë ta. E kom pa më orën e vetë, u mërdhike, kom pa, tim kom. Vajtore, po. Ka be ke po dy. Qa ke po dy? Qa po? Qa po? Ujnë hamam, nuk sigurojnë, ta ujë hesh nuk sigurojnë. Ne se për vete sigurojnë, a i ta për vete kanë kalaj, se ja kom krasi që në taloj me ty gjezre. Bile vesh me një o gjysë e loj gjysë jetë për dhëmë më fund. Pandirit! Atër pro, një pyetje në vazhdim për kandidatë të Partisë Demokratike. Qka keni bërë ju për shëndetësinë kosovore me qenë se është rritur vdekshmëria në Kosovë? Badalën, Allah hina dhe në punë zëtit për përzia. A ti kofshin falë. Për shka kem shliru venin? Po për shka kena shliru venin, më na kena shliru venin me dek njeri kur dënë, me le kur dënë. S'ka fjallë Gjeni më njës le t'lene le desin kur dënë. Për dhe qashtu ini, le desin krejt që të lirën ju e krejtve. Dhe një thot, nuk bën e kena njëri një qënosh me që për para. Për shpa shëndëtësia kanë shkatru shëndëtësin. Qëre veten, ishlosh.
Ma ja dhonë vonë krye ja bëj flek të bordha. A ke poshkën të mje ku deshesh, thu madhon e këcin vjen doktori se të veshush ka blesh prisa se nuk ka. Ama shtë ka mirë, qysh ju do këtë juve doktor më ardhna, më ardhju me thonë deshët të pëtallon e këcin me thonë valla se këna morat pjesën ku ngullet dilblene. Qysh ju do këtë? Çka me ndoni për zgjedhjen e presidentit? Ju lutem, a ka mundësi të zgjidhni vendet? Vetëm pak ju lutem, nëse nuk doni të flisni, atëherë të paktën mund ta këndojmë ndonjë këngë për presidentin e sapo zgjedhur. Ashtë bën. Se këta e kanë edhe qefin. O mor presidente, o mor vergjete, o kokrashe i qerit, o jape hojrin, o Kristofer Deli, o jape hojrin, o Kristofer Deli. O mor vergjete, o mor kokra rushit, o jape hojrin, o Hayreddin Kuçit, o jape hojrin, o Hayreddin Kuçit. O se pauza, për partis ka shtue, o se për pako, je kontu marue, o se për pako, je kontu marue. Patrengishti, o përhajt gofte, o kryer ministri, o përhajt gofte, o kryer ministri. O moj mimoze, more me frizure, o t'ka orë posti, o si hutit zgure, o t'ka orë posti, o si hutit zgure. O tash po shkojme, o me marketinge, o